Ndryshe. O sha mikrofonin? Vjen dyrë në jeta, kurse Bledi Sara vjen dyrë në ditë. Në Top Albania Radio. Shiko, ka ndryshuar vend. Rina aty, tani e kemi ulur në mes edhe duket sikur ke qenë mëngjes këtu dhe duket sikur do flesh sonte këtu për të pritur nesër mëngjesin pragu i kafin. Këtu flihet natën, mendon? Kalohet shumë mirë natën se fjeta unë të shtunën. Fjeta unë të shtunën duke u gdhir me Big Brother deri në 3 të mëngjesit. Përshëndetje gjithëve që po na ndiqni, jemi në Ndryshe në Top Albania Radio me Elonën, me Salsanon dhe ne kemi fiksim Blen të përshëndesim të gjithë ata që na dëgjojnë nga makina, është kjo ora e trafikut në Tiranë. Kryesisht taksistët i kemi shumë për zemër se na dëgjojnë edhe mbajnë atyre, i kemi fans. Madje mua më bëjnë kështu avantazhe, nëse bën 5000 lekë marrin 6000. Mua tha njëherë më ti tha, ku i gjeni më 2 orë ato llafet, ato pyetjet, ato llafet. Por ne kemi ftuar sot një njerëz frymëzues, do thoja unë, një djalë që na zgjon në mëngjes edhe na pëlqen gjithnjë më tepër mëngjeset me ty. Edhe të zgjon pa britma, pa bërtitura, pa një profesionist i rrallë, do thoja unë. Ndyshe do të quaja personalitet mediatik. O ti rrofsh? Kaq shumë respekt dhe kaq shumë dashuri kam për ty, Blendi Sala. Faleminderit. Ti e di. Edhe për Salën, kjo s'ka nevojë të ta them. Po. Që du fort. Faleminderit. Tani u bën ja 4 muaj që flas vetëm për Big Brother. E vërtet. Mua më duket sikur më është mbyll goja, unë nuk di cillem ndryshe këto kohë. Edhe nuk e kap, kjo ishte një traditë, domethënë një gjysorsha, ku diun një disa minuta fliste. Tani që kanë mbaruar gjithë kjo. Si mendon, ke atë që shqyqy që mbaroi kjo gjëja se ka një lloj lehtësimi, po, sepse janë 4 muaj, është kohë gjatë për të folur për të njëjtit njerëz që vinë bëjnë gjithmonë më pak në atë shtëpi. Kështu që do sajohesh, ndërsa fundi vjen me gjithmonë më pak personazhe, gjithmonë më pak po themi dinamika atje. Por domethënë ka qenë interesante gjithë gjë. Donin dëgjuesit ta dëgjonin apo ta shikonin gjithmonë duan. Kjo është e padiskutueshme, kam përshtypjen që edhe pak më parë që njerëzit e duan, është e pashmangshme. Absolutisht. Kështu që po ne që duhet punojmë me të, edhe duhet merremi për ditë, ndoshta e ndjen këtë lodhin, se kjo është edhe punë pastaj. Se duhet ta shikosh, duhet të informohesh, duhet të shikosh se çfarë kanë qenë dinamikat. Ata flasin pa pushim në 2 kanale gjithkohës. Nuk është e lehtë. Domethënë duhet të gjesh kohën që ti të mos japësh mendime futja kot. Siç kemi dhënë her pas here. Po si çfarë futet ata kot ndonjëherë tek e fundit. Ata kot edhe ne kot ndonjëherë. Po në përgjithësi ka patur shumë materiale. Vjen edhe pa kjo gjë, se isha në merak se këta ndërmorën një spektakël të madh, një studio tjetër. Ti e di që është një zinxhir me shumë gjëra që mund të shkojnë gabim këtu apo aty. Edhe po e shikoja nga distanca, po thosha shpresoj gjithçka të ecë mirë. Mua ashtu ndodh gjithmonë, mua ashtu ndodh në çdo produksion të Topit. Okej, finale ka qenë spektakolare. Fantastike. Spektakolare. Ka patur një highlight wake up sa I përket lidhjes me Bigun. Ku di unë një familjare që erdhi për herë të parë tek ju, një surprizë, një kemi patur disa, po. Për shembull, unë për herë të parë tek ju kam parë ish gruan e Aldos që mu duk shumë e dashuruar. Shumë e pa dëgjuar ndonjëherë që një çift I divorcuar, Aldo brenda që pëlqente Livia dhe që gruaja e vet del edhe flet në mbështetje të tij. Domethënë një marrëdhënie në çift shumë për tu. Ata duket sikur si shindarë asnjëherë. Sikur si shindarë asnjëherë. Duket sikur nuk është shqiptare një herë, sepse gjithmonë kemi dobin që kompleksi është zero në të drejtim, që ai është bashkëshorti im që unë kam nisë me të. Edhe pse mos ta mbështes, atë keq që ka që ku e gjen një grua të tillë. Ja për shembull, po ti ishe Ariona dhe unë isha Ndar, do ditët do mbroj Ariona patjetër. Ashtu, të saktë. Ka patur Blendi një highlight të tillë, duket sikur e theva vetë përgjigjen. Ka qenë njëra prej tyre, kur familjar kanë ardhur, për shembull Andeta, për Rozanën, kur ka ardhur, ka qenë gjithashtu mami e Loredanës. Ne na intereson vetëm mami Laertit. Mami Laerti sa ka pa, po Rebeka nuk është akoma në po e quaj ato listën e njerëzve që kemi intervistuar, që duhet të ishte. Ke qenë fan si dikujt në Big Brother? I femrave kryesisht. Po normalisht. Në drejtën më pëlqejnë më shumë gocat. Loredana më pëlqente dhe Danja më pëlqente. Në të njëjtin frekuencë, domethënë. Po, ato të dyja më kanë pëlqyer se kishin një e kanë akoma sigurisht edhe jashtë. Danja dhe kush false? Dhe Loredana. Po të hishme kështu, edhe lozonjare, po edhe me një far humori, më kupton.
Po kam përshtypjen jemi edhe të prirur ndaj figurave të reja, ndaj vajzave të reja, të cilat nuk është se i njohim shumë. Për shembull Rozi na pëlqen, se kemi Xhana kam thënë. Po ideja është e njohim, e dim karrierën e është një personazh. Po flisja për këtë që i zbuluam në farë mënyrë, po mos i mbes hatri Rozit, por në wake up se këtë pjesë nuk e kam parë. Juve keni qenë në një zë për fituesin apo kishit pa fitues tjetër? Un kam fituar një bazë me Ronaldon. Sharkën, sepse ai mendonte që dilte Laerti, i thashë që Laerti nuk del, e fitova të bazën. 500 euro e vum, po nuk ja mora. Kështu që miqës do vije pas mua se do të kish humb dhe unë. Do kisha marrë 500 nga mua. Se 500, unë tash vëmë në 5000 lekë shumë për çet. Ja ofrova unë bazën, ai vjen tash me 500 euro. Kupton? Unë jam familjar. Që na më vjen keq që duhet ju ndërpresësh momenti i publicitetit. Mbaj edhe vetë. Jo, ti na ndërprisë, unë do vazhdoj bisedën. Vazhdo. Kemi publicitet edhe rikthehemi pas 2 minutash. Shumë nice që kjo kënga, shumë nice ishte. Like Jenny, Tuna, do më jepni edhe 1 minutë kohë sa ti drejtojmë që gocave se kam një ofertë speciale. Me Bletin ç'bëm të shihim në sy. Shihuni në sy se do flas për setin më modern të epokës dhe janë këto të dyja që un kam në duar për të gjithë ata që ëndërrojnë të kenë një lëkurë perfekte dhe të duken si filtrat e rrjeteve tona sociale. Tani më nuk duhen më se është ky Magic nga Edis Bio Care që ka sjell formulën magjike në një krem dhe në një shurup fytyre që transformojnë lëkurën tuaj. Brenda 12 ditësh lëkura juaj bëhet e pastër, e lëmuar, rezatuese, formulë unike me niacinamid 10%, rozaliti, acidi hialuronik dhe qershi që lufton rrudhat, njollat e errta dhe poret e zmadhuara duke ju dhuruar efektin e filter natyral. Kështu që stop të gjitha efekteve dhe të gjitha filtrave të Snapchati s'është më, Snapchati është, po s'është më TikToku dhe Instagrami dhe Facebooku, sepse ju mund të përdorni këtë Magic Filter nga Edis Bio Care që janë prodhime fantastike. Këto përdor ti Lona që e ke lëkurën. Unë do ta filloj tani dhe për 12 ditë do më shohësh ti mua gocë të re 20 vjeç. Hajde, se mbaroj. Uluni. Erdhëm. U qetësove? Jo, jam rregull, e qetësuar isha. E hoqe filtrin. Okej, qershi që të heq rrudhat. Nuk e kap Blend. Po. Në vend ku ke ndisuar për Big Brotherin do zër politika apo do ketë rubrika tjera? Ne kemi ndërhyrë deri diku larg deri tani, fushatës, se njerëzit kanë fushatë sa duash në të gjithë kanalet e tjera, gjithë oraret e tjera, edicionet e lajmeve. Po, patjetër. Pse shohin gjërat e tjera përveç topit njerëzit? Po, shikojnë, ka që shikojnë patjetër, po gjëja është që unë mendoj që ajo hapësira e mëngjesit duhet të mos ketë shumë ndasi politike. Njerëzit kanë ide të ndryshme për plasën, për politikën, pastaj ne u shërbejmë gjithëve. Ky është një zim për pavarësisht se çfarë voton, çfarë preferencash ke. Gjë do ishte një publik, po them, nuk do doja. Nuk do doja që të për shembull ngarkohej me opinionist, analiza të kësaj natyre. Mendoj që mëngjesi meriton diçka tjetër. Thjesht dielli që del është. Shumë mëngjesin çdo mëngjes wake upin se janë shumë chill, janë shumë qet, nuk të imponojnë, nuk të bërtasin, nuk ka njerëz që zihen. Çdo të chill. Janë të qetësuar, të relaksuar, të qetë. Sa bukur është fjalë. Po më mirë, nuk është se, po tani më. Do bëjmë çik ndryshën, do bëjmë çik ndryshën tash kështu si gangstera. Kemi si Bob Marley. Tani un jam shumë interesuar për të pasur një opinion tëndin për sa i përket politikës. Po patjetër. Ti beson këto sondazhet ky fundit që duket shumë i besuar në fakt? Mendoj që është i saktë. I përgjigjet perceptimit që un kam të paktën deri diku, tani ajo shifra. Si gazetar, si profesionist apo si një publik që shef politikën? Si një vëzhgues që është në anë aty, i pa interesuar, thjesht duke e parë gjën. Se ti shikon çfarë është duke ndodhur me opozitën. Opozita ka nevojë që të rifreskohet, të ndryshojë, ofertën e ka të vjetruar, me thënë drejtën, liderin e ka frymëzues. Patjetër, është në drejtën e vet zoti Berisha që të bëjë gjithë fushatën e vet, kërkoi që të zgjidhet etj. Po ka shumë bagazhe. Është me bagazhe. Edhe ka njerëz që vetëm duke e parë thonë një sekond se domethënë 30 vjet përpara do të duket e vjetër Partia Demokratike. Mendoj që po, sepse ka pas shanse, ka njerëz shumë të mirë, edhe njerëz që i vlerësojnë Partinë Demokratike, nuk i kam kështu se i fusni i thes gjithë. Por që ata që edhe kanë guxuar diçka më shumë, edhe kanë përfaqësuar diçka më shumë, kur kanë pas këto konfliktet e brendshme, pastaj kanë qenë në njërin anë ose në anën e gabuar, dhe nuk janë vlerësuar, nuk kanë qenë në atë listën e sigurt. Lista e sigurt është me emra shumë të njohur, pa paragjykime, po Flamur Noka, Albana Vokshi, ku ti mund domethënë. Pse mos ishin ca të tjerë aty? Pse mos ishin ca të tjerë aty? Edhe për të parë këta se sa i do vërtet elektorati, Ata vetë mendoj unë që pak a shumë dihet, por
ka çuna dhe goca shumë të mirë që realisht mund të ngrinin votë nga ana e Partisë Demokratike. 12 vjet në pushtet, pastaj nga ana e qeverisë janë mjaftueshëm. Sigurisht qeveria e rënë nga qielli kishte qenë, mbas 12 vjetësh do duhej që të ndrohet. Ngjitet edhe një qiell për një remont. Domethënë ti jep ndrimin e pushteteve. Është një gjë natyrale, e rëndësishme, e dobishme në demokraci. Si një djalë që vjen nga Amerika, thot kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo 2 mandate kanë kufizuar me 2 vjet. Edhe presidenti më i mirë të jetë, ta duan 2 mandate. S'ka ç'i bën, sepse e kanë shkruar në kushtetutë atë. Është neni 22 edhe duhet ndruar. Duhet ndruar edhe kaq. Kjo është ideja. Por gjithmonë varet se njerëzit do bëjnë zgjedhje. Njerëzit janë finok, janë të zgjuar, shikojnë situatën, bëjnë ato kalkulimet e brendshme, ndoshta edhe pa ulur me lapse me letër dhe thonë, tash midis këtyre të dyve po shkoj me të keqen që njoh. Po për shembull në qoftë se ndodh që opozita fiton. Po do quhet hap mbrapa sipas mendimit tënd? Nuk mendoj. Shëndet, mirupafshim. Nuk mendoj që do quhej hap mbrapa, sepse nuk varet shumë çka nga. Unë e kuptoj që retorika e Berishës ka qenë jo do shkrim spakun, jo Bashkimi Evropian nuk është prioriteti kryesor shqiptar, por është aspirata e jashtëzakonshme çdo shqiptari. Bashkimi Evropian, rregullimi i këtij vendi, e ardhmja e fëmijëve etj. Unë mendoj që nuk mund të kishte, do ishte e papranueshme, edhe e palejueshme dhe e pamundshme pastaj në fund që të ndodhte kjo, që të vinte dikush edhe thoshte që ne po shkojmë për Bielorusi. Ose diçka tjetër. Gjithmonë Berisha her pas here thot hajde ballafaqohemi në mënyrë virtuale sigurisht Ramës. Ose edhe fizike, do kishte qenë keq në një sallë. Po, pse ai e shpërfill këtë gjë? Ka frikë Rama ta bëjë këtë ballafaqim apo thotë që është një kohë humbur për të, sepse unë do fitoj dhe nuk mendoj që intereson politikisht që ta bëj. Domethënë ti mund ta quash frikë, nuk është tamam fjala e dur, por që është një përballje të cilën ai nuk e shikon si diçka që do të i sillte aty pik. Është domethënë dal ose me të mia thot, ose me humbje. Kështu që është duhet ta bëj po. E kupton, nuk ka një njohje. Sot po dëgjoj edicionin e lajmeve të orës 3 në Top Channel dhe thoshte edhe Berisha i është kundër përgjigjur Ramës lidhur me ju jeni politika e vjetër, keni ato njerëz të vjetër të pandryshuar edhe Berisha doli, pse edhe Berisha tani ka një look të ri për të vlerësuar është me një kapele kështu si Trumpi, ha? Po. Dhe po thoshte që është frymëzues, është karizmatik si. Po pra thoshte nuk kanë rëndësi vitet edhe mosha se sa rinia që ti ndjesh. Plus që të rinj thoshte si Rama apo Enver Hoxha dikur i kanë bërë dëm këtij vendi. E dëgjoj, pa te ky ri ishte kur erdhi. Harroi që si ishte aq i vjetër. 35 vjetëve. Aty ishte 40 sa vjeç ishte. 50 i ri, po. Ore sa vjeç është Sali Berisha? 81 ka mbushur për 82. Po. 82. Besoj, ashtu 82 për 83. Sa herë që dikush pi një cigare, një ditë i shtohet Sali Berishës. Punë di që ti e ke lënë. Ti e ke lënë aça çunash, vetëm një vajzë këtu po mundohet. Është një lloj Trumpi në fushat me këtë gjë, domethënë ka lidhje apo s'ka lidhje fare. Shikoj, ka lidhje. Kapelja, këto janë moshatar, patjetër. Është një frym kjo që Trumpi ka sjell atje. Trumpi thyen konvencionet, rregullat, thotë gjërat që dikur nuk thuheshin etj, domethënë bën këto gjestet e veta. I ka ecur, ka shtruar rrugën, po themi tani për të tjerë ta imitojnë. Dhe Berisha e bën mirë sepse e para e njeh këtë elektorat, e njeh këtë popull, ja di kokën shqiptarit, ja ka mësuar mirë. Ka moshën të ngjashme me Trumpin, që mund ta thotë këtë për vojën dhe këtë gjën tjetër, 2 herë ka qenë kryeministër, president i vendit etj. Që ti mund shikosh elementet përbashkët midis Berishës dhe Trumpit, qartazi me latësivit tanë atje. Që ata nuk bëjnë asnjë lloj përpjekje për ta fshehur që modeli i Trumpit është çfarë ata ndjekin. Nëse do ndodhte siç ndodh në Amerikë për shembull, që të bënte një debat Rama dhe Berisha dhe thoshin Blenti do ta moderosh. Po. Do ishte kështu. Po patjetër, një bonus, një bingo për ty. Pa diskutim. Domethënë nga ana e do kishte dëshirë të bëj një emision politik në të ardhmen tënde? Nuk është se është gjëja e parë që më vjen në mend mua. Nuk është një pasion. Ç'është pasion? Por do të pëlqente një prime time më spektakël. Diçka midis. Po, që mund të ishte, po edhe politika është e rëndësishme, e mua më tërheq, e ndjek, domethënë në pasivitet për të mos dalë për të folur për politikën kaq shpesh, po që si çdo qenie qytetare ne e ndjekim politikën, gjithë ne e ndjekim. Kështu që nuk është se e mohoj si mundësi apo si gjë, sepse është e rëndësishme dhe është
kullandrisin punët e përbashkëta përmes saj, por që nuk është ai zjarri brenda meje që të bëj unë një emision politik. Kush është ky zjarri brenda teje, Blendi Salaj? Zjarri radiofonik të thuash. Freudi, po. Zjarr radiofonik. Cili është? Është, shiko, se Wake Up nuk është zjarr, në kuptimin e nuk është programi që mua më shijon Wake Up-in, nuk do të them që dua të vdes duke bërë Wake Up-in, mos edhe në zoti, por s'mund të ver zjarrin 6 mjesit. E vërtet, shiko. Me darkave në përgjithësi me gotë verë, me një bisedë. Kështu e dumne, po, romantike. Ka programe që kanë bërë 40-50 vjet në transmetim në mëngjes, në botë. Po. 50 vjet. Domethënë Ajmës për shembull, që 20 vjeç, 70 vjeç akoma atje çdo ditë. Çdo ditë, edhe është institucion, nuk është një njerëz që sa një kërkush. Emisionet e mëngjesit konsiderohen si institucion më vete brenda një televizioni. Janë prime time tjetër, janë prime time i radios edhe pak kush e kupton këtë. Janë më të vështirë, nuk kanë atë, nuk kanë atë luksin, ato dritat, atë grimin, atë gjën që ndodh tek spektaklet e darkës. Është prime time i ditës. Por që është shumë i rëndësishëm. Shpresoj të na dëgjojnë. Ai sa janë të rëndësishme dhe reklamat që vijnë tani. Reklam prapë sa kisha i pyetur shumë bukur. Zonja lekëve. Ti më mësua. Reklama. Ka që zonja është për lekë sa nuk e imagjinon. Këtu ka shku muhabeti, mbani mend, zbërën strehime. Po ç'keni, çfarë kam unë që kam lind 85-ën. Kur binte sirena në terrasën e pallatit. Po. Ka qenë një kështu me lëvizje me dorë, po sa zhurmë. Sa vjeç keni qenë ju? Po të vegjël. Po unë që të kuptojmë sa jeni sot. Ja të them unë në luftën e dytë botërore unë kam qenë 18. Me dërame. Blendi, si është një ditë e jotja, kur zgjohesh? Unë zgjohem para orës 6, diku midis 5:30 dhe 6. Me alarm apo zgjohesh vetë? Me alarm, sepse jam i përjetësisht i trembur nga makthi i emocionit të alarmit. Po më fal, çfarë taksirati ka me dëgjuar alarmin taks? Unë rrshjas i gjarë për jashtë krevatit, kështu që nuk kupton asgjë. Po si kemi një shpat midis. Çfarë bën çosh? Ma ndryshove se ishim ke politika. Vazhdo. Çfarë bën pastaj bën një dush, ha një mëngjes, ku do të ke atë rutinë. Kam shtruar. Po dushin si e bën? Pa ç'kjo. E bën studime për këtë. Si e bën dushin tregon shumë për personalitetin tënd, cilën pjesë fillon të shkumosh të parën. Vërtet? Po, nuk e di. Ja mendojmë pak. Ti çfarë shkumo? Unë më thënë drejt gjoksin parën. Eksakt. Jemi njësoj. Njësoj. Çfarë tregon që shkumoni gjoksin? Kjo tregon që jemi të zgjuar dhe shumë seksi. Jemi të hapur. E bën çiçin dush. E bën çiçin dush. Unë e bëj. E kam shumë që bëjë dush. Ka qenë dikur në një emision drejt. E bënte ky që ka qenë ke Selek Kadilli, po. Ne apo të pyetin gjithë. E bën çiçin dush. Po. Jo, nuk e bën Blendi, Sala e bën. Unë e bëj. Pastaj ha mëngjes apo nisesh për? Jo, nuk ha mëngjes, kafe. 2 kafe, edhe duaj që shpenzoj pak kohë vetëm, domethënë vetëm se gjithë po flan gjithsesi. A ke një lloj kështu që alum si këto që po flein un po ik? Jo dash. Është kohë e fituar, mendoj, nëse merr mëngjesin, është kohë që mund ta përdorësh. Zakonisht aty filloj programoj emisionin që do të ndodhi pak minuta më vonë. Pastaj vjen në punë i pari apo kanë ardhur gocat? Jo, vi fundit mendoj, gocat kanë më shumë punë me grimin, kështu që do të jem këtu më herët. Unë i shpëtoj asaj, nuk bëjmë grim, një pudër. Kështu që vi fundit, por iki i pari. Ikën i pari. Përgjithësi e ndjekim atë, kthehemi po. Ktheu ke politika, mos e jam. Tani kjo si të duk gjetja ajo, o Rame! Ku i ke shokët Rame? Të duk gjetja ajo më? Unë e kam thënë një herë këtu që ajo ishte ato ishin letra dashurie midis të dyve. Do të thosh dashurie pas politike. Mendoj që po, edhe e llogaritshme kollaj. Është një marrëveshje. Mendoj që është, nuk e di nëse janë marrë vesh, por u morën vesh. Po u morën vesh. Domethënë Rama po i një komardare. Fisur këtë, po u morën vesh për të marrë. U morën vesh. Mendoj Rama po i një komardare vëmendje Lulzim Bashës, intereson. Armiku i armikut tim është miku im. Kështu që e ftoi Bashën në këtë ciklin e Orame o Bashe që të jepte pak vëmendje dhe mendoj që funksionoi deri diku. Nuk është se do pres në një ndryshim të madh në vota për Lulzim Bashën, por që do marrë një deputet Lulzim Basha? Si mendon? Se di. E vështirë është. E vështirë do jetë për se është shumë e populluar skena djathtas. Ka alternativa, domethënë mendoj që ndahet në 2 bloqe kryesore. Ata që janë me qeverinë
që duan të vazhdoj kjo gjë që është tani. Të kenë marrëveshje me të. Të gjithë të tjerët që nuk janë me qeverinë, të cilët kanë opsionin Sali Berisha, opsionin Lulzim Basha, opsionin Nisma Turje, të gjithë këta. Po Ilir Meta nuk e quhet me që është në koalicion bashkë me as quhet se është brenda po, është Saliun aty që. Por Ilir Meta ka dalë me Sadiun në listë të hapur në kryeqytet. Që nëse nuk votohet personalisht, nuk fiton, nuk bëhet deputet, ka qenë një sfidë, po themi që ai ka bërë që unë dal. Po nëse ai fiton, mandati i tij e lën burg atë apo se kam iden? Po, ka procedura, nuk del, domethënë është për tirën shkurt. Nuk del. Jo, nuk del. Nuk del, ka procedura të tjera që ndodhin automatikisht pastaj që spagush një lidher tjetër që thotë ky është personin e tim, miqeni këtë mandatin që sapo i dha atë kështu. I fillon pastaj parlamenti heq mandatin e komisionit mandateve këto gjëra. Nuk e di, ju flisni, po mua më duket janë disa njerëz që nuk është se ju shkojnë shumë këto kullistat, kullerat, to jargonet, nuk e din, nuk më rrin shumë. Vetëm Ramos i shkon kullerat. Jo, ë? Po, nuk i shkon aty tjetrit. Po. Nuk më rrin Lulzim Basha, Tubora me Ola, ti e di që Ola ish banore Big Brother? Kishte ëndër të bënte seks me Ramën. Jo, bënte seks shpesh me Ramën në ëndër. Dhe jo, thashë duhet të bëj patjetër me duhet bëj tha. Do tha të bëj me. Nëse bëj Ramën të përmbush një ëndër literalisht. Tekstualisht. Po, do që duket realitet. Unë mendoj që ka shumë se dikur në Kosovë kam takuar një që punonte në Ministrinë të Mjedisit të Kosovës. Një vajzë shumë e bukur, dhe tha, e kam ëndër tha me bëjesh seks me Edi Ramën. Tash se me ty. Mendon, jo. Bëhet kështu më ja. Unë i thash, unë kam salcane, po mu Edi më thrasim se. Ti bën ti të gjë. Po ti merre Blendi kur dalësh në jetë. Dhe që ta dish. Do të bëj pyetje këtë. Ka shumë femra që e kanë pushteti është shumë seksi. Po patjetër. Është shumë tërheqës, është provuar kjo. Mund të burra Ramaduca, Mr. President. Të cilët i dinte shpina, ai nuk sheh gjë në shtrat. Domethënë se ishte i plagosur. I plagosur, po gjithsesi ishte i pushtetshëm. Rraf me të pastë. Ai të pyet atë që po ajo ç'është di, është ç'është vërtet, ç'është di. Domethënë rreth pushtetit testosteroni vjen vërdall dhe seksopilli në përgjithësi. Sex appeal. I femrave vjen vërdall. Mendoj që po. Në nivele të larta. Kështu që ne nëse duam të na eci vërtet në jetë duhet të kapim pushtetin. Seksapilla mund të bëjnë kështu. I themi Ronaldo s'ke ta bëj diku që thua e Gertës që e bër shumë seksapill, dhe i thot seks në prill. Seks në prill? Ta Gerta çfarë po thon, s'po të kuptoj. Seks në prill, i tash. Ti që ajo prill maj, ke brenda asaj fushatës, po. Ke brenda asaj fushatës, po. Ku e lace, unë vetëm po ju dëgjoj. Jo, vazhdo ti sepse unë nuk seva në politik, po atëherë ishim ke. Jo, më kam një pyetje me qejmit e politika. Blend, për kë do votosh? Akoma se di. Me thënë drejtën. Ke pasur kërkesa kështu që jo, që të ma kërkojnë kështu, të kërkojnë sade. Fare jo. Jo, po ka qef. Jo, si të duk, ne në fakt e kemi prekur dhe pak në Portokalli që kemi nesër shfaqen live. Si të duk kjo ideja e një kandidate të PD-s që bëri një giveaway elektoral. Që më klikon, më bëri follow mua. Dhe fituesi, tre fituesi 1.000 euro, 500 euro, 200 euro. Mua më duk absurde. Më duk një nat lek ble mjep votën. Teknikisht Zojan Kalaja, nëse zgaboj, po thotë që Albana. Me mbi për Kalaja. Po thotë që nëse ju më bëni, domethënë nuk janë për votën, po janë për followed. Janë për followed, kështu që teknikisht apo flet për ndjekjen në Instagram, pra që të shtojnë ndjekësit e saj në Instagram dhe tret parët. Andaj këtej që nën kuptohet që mund të jenë votues apo simpatizantë të saj. Për vëmendjen që ti afron pas vetes. Domethënë ajo nuk po thotë që ka futur një stimul për këtë gjë. Patjetër pra. E kuptoj. Është duke pasur sa më shumë follow, ajo fjala e saj, audiencën, ato i do të thotë ajo për sa i përket fushatës. Këtë bëjnë edhe ata që nuk është jashtëligjshme domethënë. Nuk mendoj se është jashtëligjshme. Si logjik nuk e jam dakord, nuk e di sa etike është. Sa etike po. Aty është e diskutueshme dhe kuptoj atë që ti thua se vjen një farë kështu. Po, por për shembull e bëri Elon Musk, po ky ti jep të çekun nga 1 milion, ja vlender me giveaway? Me giveaway. Bëri nga $1 milion dhe bëri për 10 ditë rresh, vuri $10 milion dhe më shumë. Gjatë fushatës së parë. Dhe kush vjen thoshte në miting, e sill 3 shokë diçka të tillë me një llotari atje, nga mitingu del me i çek $1 milion dhe dolën shumë veta.
Edhe kjo u diskutua atje, ishte e lishme, si ishte e lishme, nuk u hap në një çështje, me sa duket, po që edhe ky po shkonte me blevota, si thosh, po me shumë lek. Ja blente. Po ju vjen unë, po çfarë? Ha si skemi. Ke pasaport amerikane ti? Po ku ishe? Po çe do? Se shkove. Po si do ai shkollaj sa kanë pasaport amerikan. Këtu dhe me 100.000 lek, besoj vin kush vjen në meeting me 100.000 lek, do bëhet një lotari nga 100.000 lek, po e mbush plot, mbush si papa. Ramet pas. Do ta pyesja një moment, po kaluam sërish në politik, janë 5 ditë zie në Itali, besoj ti ke folur keni biseduar në Wake Up, ju lidhet me e pash në mëngjes. Dom Gjergjin. Arsye pse përmenda Papën është sepse Papa ka mbajtur meshën më të madhe ndonjëherë në lindjen e mesme, 100, po, Francesco, 180.000 besimtar në një vend. Si? Në Afrikë të Jugut? Në lindjen e mesme, 180.000. Më është si 180.000. Po si ato koncertet që bëhen në Brazil të këtyre supergrupeve në Maracana, ku diun se çfarë. Elbasani është 140.000, imagjino. I kam mbledhur në një mesh të vetme, kështu që prandaj tash mund të shkojnë si të papa. Shkojnë pra publicitet e ra fundit që kemi publicitet. Ndryshe tani Blen ti nuk do t'i shpëtosh asaj lojës që është shumë e parë edhe e dëgjuar, por që gjithmonë ka lezet kur bëhet. Këto zgjedhësh ti midis vajzave. Para se të bësh këtë. Nuk e di, duhet të jesh i përgatitur, po nëse ke diçka, sepse ti thua shumë gjëra të bukura në radio dhe i jep në Instagram. Jo vetëm motivuese, po edhe që nga ato që të bën të mendosh. Ke ndonjë kështu tani që mund të na thuash ne dhe ta nxjerrim kë ndryshe, marrim ne klikime. Po jo, mos e bëj nesër si rubrikë të Wake Up i bëhet sot. Ja shikoj se çfarë kam ruajtur në një këtu se kam to të mia dhe unë. Një sekond, jam çik ngadalë me këtë. Më duket se do ta gjej. Përpara se të gjej Bledi këtë, po tregoj një anekdotë, një barsalet që më treguan dje, që isha në Prishtinë. A thuaj. Je gati? Në 97-ën, futet njëri në autobus me kallash në dorë dhe legët, çu brava, legët, gjithë legët. Ishin gjithë tu të rëmbur ai va legët. Ai tha, un jam student, i tha njëri nga ata pasagerët. E pa ai kështu dhe vazhdoi këtë legët i tjetri. Edhe kjo u qetësu ky student. Mbas jam ndodhi lekët, kur po dilën nga autobusi që marr lekët, ndaloi ke ky studenti u kthy dhe ja futi një shpull kokë. Edhe më sot. Isha po gati se të thoja atë tjetrën. Durët lartë. Ka një të bukur po se ka për motrat. Ishte perl. Do ta themi në publicitetin e fundit. Hajde Bledi. Okej, atëherë, kjo do jetë shumë serioze për këtë atmosferë të bukur që krijuam, por gjithsesi. 8 shenja se problemi je ti. 8 shenja se problemi je ti. Shohim shenjat. Shenja e parë. Ti gjithmonë fajson të tjerët. Ta lëm një moment, kështu që të ndajmë. Ti gjithmonë urren kur të tjerët fitojnë. Xhelozohesh, kam përshtypjen zili këtu. Zili. Ti gjithmonë thua një ditë do filloj, po është gjithmonë në të ardhmen. Për palestrën kryesisht. Po. Ti zhdukesh kur gjërat bëhen vështira. Largohesh. Ti më shumë fërkon telefonin se sa vepron. Në kuptimin e scrollit e rrjeteve sociale. Pa punë. Ti gjithmonë kërkon rrugët e shkurtra. Ti flet, por nuk bën. Dhe ti kërkon rezultate pa konsistencë. Ti e problemi. Ti e problemi. Madje këtu e kanë you are the effing problem. Tani nuk dua parantezë. Jo, po nuk dua kështu, dua të eci me gocat e radios dhe televizionit kë zgjedh ti për një vlerësim profesional. Më shumë se një vlerësim, një simpati çfarë duash? Simpati artistike. Për kë gost për Ejën apo për Nadën? Po tash. Du një dua. Tash unë nesër me 100 ashtu. Po ti do vish apo ti do të tjetër? Le ta hapësh si debatin. Ejën apo Nadën? Hajde. Jo, zgjidhni. Gosat janë ama mos më hapni kështu probleme. Hajde, se e marrim ne për, më thon. Ja mësuaj mua ti dhe të them çfarë duash ti. Më bëj pyetje ti mua. Ejën apo Nadën? Ejën, pse? I pa pse, nuk e kemi me pse, kemi vetëm zgjidhje. Se Nada ka ardhur 2 herë në Portokalli, ka bërë prova dhe zvinte në shfaqje.
Unë jam smur dhe thoshte ca gjëra. Kështu gjëra shpam. Këto janë smur të dyja në Wake Up. Smur të dyja një sot. Gjithë nisën e duhet të përvazhdimsi. Nuk i kthej përgjigje për këtë. Mos më nuk i ndaj dot gozat. Nuk i më vjen shumë keq e di që është gënjella. Elzin apo Elonën apo Jonidën nga radio? Sot Elonën. Elonën apo Kozeta Kurtin? Vazhdo me Elonën, Elonën. Elonën apo Lei Krajën? Vazhdo. Elon Lei, të dua. Elonën apo Sidorelën? Elonën. Elonën apo Julkën? Elonën apo Bjetën? Elonën. Elonën apo Alessia Bamin? Elonën apo Nevinën? Elonën apo Kiarën apo Xhemin? Elonën. And the winner is Elonën. Ti je problemi. Unë jam problemi. Faleminderit. Ti je gjithmonë mi kesh edhe e shumë e ngjitshme, shumë ndihmuese, kështu që unë i vlerësoj këto të njerëzit. Ato që s'pëlqejnë të njerëzit mua janë përçet e mëdha. Kur ka shumë është e vërtet. Njeriu është. Po, ato përçet edhe. Si mendon ti këto fjalët që në përgjithësi konsideron banale, a mund të thuhen në radio apo në televizion? Por mund të thuhen. Banale janë në kokën atij që i dëgjon. Po në gojën atij që i thot. Nëse unë them një gjë banale për shumë. Çfarë thoje ti për shembull? Se plastat. Jo, e di pse më kujtoa edhe një gjë që vajte një grua vajti një doktor dhe i tha, doktor tha, filluar. Jam i martuar tha, po dua shumë seks tha. Po tha, ke burrin? Tha, po s'mdel tha. Po zë një dashnor, e kam tha dhe një. Edhe tha po dua prap seks tha, kam. Po tha, zër dy i kam doktor. Si më ke dy dashnor, ke dhe burrin po. Po zër 3 tha. 3 i kam o doktor tha, po prap s'ngopen. Doktori pas ka fantazi fare. Po mi tha, zër 4, dje zura tha. Prap sot dua një tjetër. E po ti që ke smuri tha. Ma jep me recetë se doktori më thot, burri më thot jep kurrë. E ka me kartelesh po. E tha, dhe brava lejohet. Çfarë pyeta një herë për ta thënë? Çfarë nuk ndalohet lejohet. Ke dhe një të bukur po në një ditë tjetër. Ka shumë. Faleminderit nga zemra që erdhe të vlerësoj dhe të du fort. Kënaqësi edhe për mua. Dëgjoj, sa herë që të ngeli pactuar, më merrni se unë do vi më vrap. Edhe unë. Mua s'më keni marrë fare këtë vit. Shiko. Njëherë që më morët ishte një temë që s'më pëlqeu. Okej. Di, le ta kalojmë këtë moment të bashku. Atë do marrësh mua apo Elonën? Elonën patjetër. Elonën. Mirë, ndërkohë ne pas pak do të kemi 2 kolegë. Mi sërish jemi brenda Top Media. Kemi Eugenin edhe Ermirin, janë aktorë të rinj që kanë ardhur Portokallit së fundmi. I kanë takuar shumë mirë po. Dhe do flasim pak sepse kemi ç'të flasim me ta. Ja, për shembull, kemi ç'të flasim dhe me Blendi. Po sa herë ftuam neve Eugenin? Jo, sa se i kam thënë fjalën Blendit ke Wake Up. Po, ishte thashë Eugeni ishte. Kemi lloj konkurrencë me këta. Po problemi është me mua. Se nga që jam estetik aty. Nga që jam prime time ta, na e marrin. Një fala shumë në Adës. Faleminderit. Edhe Engjit. Për atë që e hoqëm sot nga lista e të pëlqyer. Çan. Sa aty mori kthesën pastaj. Ndërkohë Skerdo do vësh atë këngën që i pëlqen Elonës, ne do takojmë vetëm pas pak. Hajde zoom, hajde. Po çan zoomi, unë me Riu tha me zoomi. Siç u thamë pak më parë në studio mbritën aktorët e Portokallis, tashmë. Eugeni dhe Ermiri. Mirë se ti jetëm Salsano. Bër kufjet, lëri ato. Kujta çove dashur sa të? Jo, po bëja një story. Story? Për kë? Live nga emisioni. Tani po i dhe story. Po për emisionin tonë. Shumë mirë. Çuna mirë se erdhët. Mirë se ju rigjejnë. Tani për të qenë sinqert. Sot në studio duhet ishte Laert Vasili. Por me që ata nuk lejohen të vinë derisa të bëhet prime, sepse kanë sa kontrata duhet dalin, nuk do të dalin menjëherë në vende ku duhet dalin. Morëm Vaert Lasilin. Kështu që morëm juve në emër të Laert Vasilit, jo ti, s'ka fund ti. Dgjoj, unë do doja shumë që ne të bënim një bisedë, se gjithmonë sigurisht do prekim edhe këto gjërat e imitimit, po në çik më kështu më sociale, më friendly. Sepse unë s'kam as informacion të shumë për juve. Që do të thotë? Eugene ti vjen nga qyteti Bregdetari Korçës. Sa vjeç je Eugene? 26 e gjysmë. 26 e gjysmë. Çfarë shenje? Luani. Luan. Ke lindur në gusht apo në korrik? Në gusht, 18. 18 gusht.
Ti ke ëndra jote është kjo që u bën apo ti ke qenë një i ri, një adoleshent me ëndra tjera në jetë? Jo, kam ndjekur këtë timën. Këtë që ka qenë të bësh aktor. Aty jam. Ti ke qenë talentuar që i vogël? Po tani Sepse unë kam qenë talentuar që i vogël. ndonjë fal spikati edhe një gjë kështu e kam patur, po më shtuar shumë gjatë viteve. Nuk kam qenë kaq sa jam. Po në shkollë bien syti gjatë kohës që bëheshin këto Aktivitetet e gjërat e mëse të thash. Po, që bën këto shkolla këto aktivitetet, bën këto Që në Kopësh kam marrë pjesë në për këto. Që në Kopësh? Domethënë kam qenë i hedhur që ti mësoja vjershat, kam qenë shumë i prirur gjërat, kam qenë i dhënë. Po këtë zërin e ke trashëgimimin nga babaja apo nga një xhaxhan të një se miku dhe mutër. Këtë zërin më ka injektuar Guri Koçoj. Ke folur poshtë? Shumurime për Ermirin. Shumurime. Dërsa shjuxhini ma. Sa ka pa Ermiri? Edhe në 100. Kjo është torta që t'ka bërë Top Albania Radio. Në emër të Top Albania Radio urojmë gjithë gëzuar. Shumë faleminderit. Tani mendoj një dëshirë artistike, edhe fryje, po do na thuash dëshirën në fund. Po. Opa. Kush është dëshira jote, Çfarë Ermin? mendove? Dëshira ime është që të vazhdoj në këtë rrugë që kam nisur dhe të rritem akoma më shumë në familjen e madhe Top Media. Të lumt goja dhe inshallah të realizohen të gjitha dëshirat edhe ëndrat e tua. Un kam një kërkesë. Mikela e merr këtë dhe ndan sa copa dhe do hap tu studio. Do t'i bëjmë foto një foto. Shi sa bukur. Sa bukur. Mos i kemi atë drejtorin mama. Kujdese, Ermiri ka të tinjë sot tha. Mos Kujdes palini. Talidioni se ka të kinën Ermiri sot na duhet torta atmosferë. Sa bukur. Faleminderit shumë Ledion. Mirë, ndërkohë që do bëjmë torta gati, Ja shkoj ta bëj gati me këto duar. Ermir, po ti s'mund ta thuash Kjo ka qenë një nga ditëlindjet më të bukura se kam qenë mëngjes e deri tani me staf, me koleg dhe me urime, domethënë shumë faleminderit. Sa vjeç mbushe? 23, po kthehem mbrapsh. 32 vjeç. Po, 32 vjeç, më të vogël s'kam parë në jetën time. I tregon shumë i vogël, me thënë drejtën. po. Ti i ke qef ditëlindjet përgjithësi apo jo? I kam qef, po. Ja, janë momente të tilla që të Ke qef ti festosh domethënë. Po. Po këtu e bëjmë prap vitin tjetër po. Do ta po që po, sa e bie, kështu që po ta llogarizim, inshallah e bie mart. Po ti marrëdhënie me dhurata cike, se unë për shembull po tregoj, un kam qef t'jap dhurata, po nuk më pëlqen të marr dhurata. Ndihem siklet ku më bëj dhurata, se kam një kujtim, është mbas është kështu kjo gjë që ai është vënë siklet, ka xhu kohë, ka xhu para për më dhe mua pse. Edhe fufara ty s'pëlqej, kupton? Jo, edhe mund më pëlqej, absolutisht. Në vetvete më pëlqen thellë, po e kam si siklet ku më bëj dhuratë. Kurse kur jap kam kënaqësi domethënë. Po, edhe unë kam shumë kënaqësi kur jap më shumë dhe dihet që po nuk dhe nuk merr, kështu që është i lloj marrëdhënie që ndërtohet me. Mban mend dhuratë veçantë që ka marrë për ditëlindje? Po, shumë dhurata të veçanta kam marrë për ditëlindje. Ja ju boft mirë. Ja, sot Sa e di dhuratat. Ja po si kamarier sot. Pa e zonja. Faleminderit. Të tortën e ka zgjedh stafi i Top Albania Radio, se u hodhën në pyetje aty në grup me çaj han Ermiri. Jo, çaj haru xhini me zanin. Keni përdor gjithë ata veta dhe prapë se keni gjetur. Se me çaj hati vlla. Jo, për Ermirin. Po ti? Ermiri dok shumë, o gjëra me çaj kishte ajo. Që solle sot. Me velvet, red velvet. Nuk pranon ky thjesht. Që thua ti Elona në mëngjes, Shumë e thjesht. Nuk pranon ky me çokoladë. Me velvet. O hajde de velvet. Aristokrat. Si do e çojmë këtë punë tani apo do? Jo, mund të ham, s'ka problem po. Do. Emi ti e vlonjat? Po. Ke lindur në Vlorë? Jo, kam lindur në Tiranë, po me origjinë jam me të dy prindit nga Vlora. Nga Kuça apo nga qyteti? Tashi kemi shprehjen e vëmendjes themi dot no. Çfarë? Si është? Polti Jo, dëgjoj. origjinën e largët të dy prindërve e kam nga lumi i Vlorës, jam kështu safi. Ande nga rruga Regjë është bërë mo? Si është bëja të nxjerr direkt Shkoj Çeparo shpesh, po, në Çeparo, po. Kënaqesh. Ti Eugene duhet jesh nga Shkodra. Unë dukem. Ai, nga fshati Nga Bregdetari. Bregdeti tha, Nga Bregdeti Korçës. gjithë. Po ti që duke marrë tortën se. Isha duke bërë këtë përgatitjet e zonjës.
E mirë, nuk e di sa i pasionuar sa pasion ke ti për televizionin apo për teatrin apo për filmin. I ndan dot apo jo? Se ti ke punuar në televizion, vazhdon punon? Po. Po. Jo, përveç Portokallis flas. Bëj një program për fëmijë. Jo, u trojja që nga koha kur erdha në Top Channel në Portokalli dhe në radio dhe në televizion janë për momentin. Në çfarë radio je ti? Ke filluar emision trim thënë? Në radio? Çfarë emisioni është? Sa bukur. Çfarë emisioni Është një është? emision mëngjesi kështu. Në mëngjes? Po. Në 7-9? 8-10. 8-10. Është një risi se jemi me një linjë direkte me studion e Kosovës dhe është një studio e përbashkët Tiranë-Prishtinë. Është kështu network me Tiranën dhe Prishtinën. Po. Sa njerëz jeni aty në studio? 2 në Tiranë, 2 në Prishtinë, jemi dhe është 4 në total. Si jemi tani, po zëre se jemi ca në qytetin Bregdetar të Korçës, sa. Ju gjeni ti veç televizionit, je në ndonjë shfaqje, angazhim, ka ndonjë premierë tani apo? Unë jam aktor i brendshëm i teatrit të Korçës tani 2 vjet. Po. Edhe merrem gjithashtu edhe me projekte, me filma, gjëra të tjera të jashtme çfarë të vinë, dublim, filma të shfrytëzat i marr, jam marr. Domethënë pak a shumë me të gjitha çka kanë të bëjnë me profesionin tim. Por nuk e ndaj dot. Ti je një aktor fantastik, ç'bën në ti tjetri? Bëri gjella, ty kap aty. Po foli keq Dea dhe më tremi Dea. Dua t'i jap komplimentet e mia, unë kam parë edhe kur ishit me karnavalet e Korçës? Karnavalet e Korçës. Fantastik ishte Eugenia aty, dilte kështu. Edhe ikte Sa shihoni ma të skej në bashkë me Salsanon. Më thua një shfaqje që s'ke qeshur. Se i bëja çdo natë ndonjë. E mban mend atë erotizmin tim si kryetar bashkie me Spasin. Kur kemi bërë atë lëpirsen. Se ishte lëpirse madhe. Edhe lëpirse nga Joan, ai nga Joan. Ndonjëherë ja bë, domethënë mbaronim lëpirsen, ja bëja me kokë. Eugeni, ti si quhesh, aktor i ri apo tani se profesionist e kuptoj, po sa të duash ti, un kam 6 vite në skenë. Domethënë relativisht i ri. Nuk jam relativisht i ri. Po edhe ja 10 vjet tjerë i ka Eugeni për të qenë i ri bashkë me mua. Domethënë jo nga bankat e shkollës fare. 6 vjet janë mjaftueshëm për të krijuar një eksperiencë, sidomos për modele të tipit komedi apo mjaftueshëm për të krijuar një eksperiencë, po për të krijuar një emër dhe mbiemër siç çuna që ne kemi ftuar, siç aktorët kemi ftuar ne sot në studio është tjetër nivel. Pra kanë një emër, është Eugjen Plovishti, është Ermir Hoxhaj dhe nuk e di 7 në fakt tani po e mendoj 2018 e kam bërë shfaqjen e parë profesionale edhe sot 2025, kështu që. Kujt ja dedikoni juve sukseset në përgjithësi? Kujt jeni mirënjohës edhe? Ne kemi qenë dhe shok kursi, shok klase. Po, ka qenë në akademi juve? Po, kemi qenë me Rovena Lulën. Me Rovenën, a? Edhe Gazgjokën. Edhe Gazgjoka i fjalës artistike. Dhe besoj se edhe ata meritojnë një përshëndetje dhe ne ja dedikojmë një falënderim. Po, unë ja dedikoj suksesin, tash suksesi është i pafundëm këtë rrugtimin ton. Po ja dedikoj rreth par Zotit edhe familjes që gjithmonë më kanë mbështetur, që sakrifikohen ata, që unë t'jem sa andej këtej dhe ndërsa unë përveç Zotit dhe familjes absolutisht edhe çdo personi që kam punuar deri më sot. Çdo bashkëpunëtor, çdo kolegu, sepse pjesë e suksesit nuk jam vetëm unë, mendoj. Është çdo njeri. Kë ke shijuar më shumë në këtë sezon Portokalli? Biserlën apo Loredanën? Biserlën. Loredanën? Po, jo nuk di, s'di ta them. I bëj të dyja me shumë qejf, po Biserlën e shijova më shumë se ishte i pari ndoshta. Edhe shkoj çik më gjatë. Si dashuria e parë, domethënë. Jo si dashuria e parë, po është edhe personazh më ekspresiv që ke plus që pata më shumë eksperjenca me Viserlon si personazh, sepse ishte edhe më i suksesshëm, ka marr feedback më të madh, ndodhi dhe hyrja në Big Brother. Më kupton, është personazh që më ka dhënë kënaqësi më shumë. Edhe disa javë Viserlon. Edhe zjati disa javë. Loredanën tani e fillove, domethënë ka një 2-3 javë, kurse Viserlon. Loredanën e kam bërë siç erdhëm këtu sot për të shpëtuar mungesën e Lert Dasilit. Loredanën e bëra për të plotësuar mungesën e Loredanës në portokall. Ne do kishim sa unë do vazhdoj akoma me Viserlon edhe por na ka erdhur Vasili. I morën vesh të tëra, i morën. E kemi patur planin që të vazhdonim me Viserlon, do ta fusnim kështu sekuenca të vogla me mini gjëra, domethënë thjesht për të qenë prezant. Pra do ndodhi kjo pastaj. Unë mendoj që më shumë ka bërë Eugjenit famshëm Viserlon se sa Viserlon. Kelo veten. Po. Kjo është përveç se më kështu, po është me tik blu. Po, Ermir, ti sigurisht që me Laertin ti ke vënë vulën, absolutisht, po. Ke imituar edhe Xumin
Po. Edhe Xumin, Amberin, Xhibanin. Xhibani kemi këtu dhe këto. Ermiri është papagall, Ermiri thoi, na bëj çik sa ta bëj. Më tha një ditë, po ri. Ma bëj çikelonën. Po ri një ditë tha, se çmerdi po tregoja një muhabet e sipër dhe bëra e tregova fjalët që tha personazhi si ai person. Nuk po vjen. Bo papagall. Çona një muhabet në fund pa imituar. Tani do një nga këto që imiton të ka uruar sot ditëlindjen? Jo. Jo. Turp, gabim. Xumi, se di nga bëhet Xumi. Xumi është ai që është treguar shumë dashamirë. Po mund të mbetet atë që sturovi Laerti, jo Xumi. Mua më ka mbet hatri pse s'm ka uru Amberi. Po shumë edhe Bramri se ke edhe donjate. Juj, kush ka shah më shumë nga fansat e këtyre të dyve? Askush s'më ka shah. Nuk ta shah? Jo, domethënë të betohem, tash të paktën me sa kam parun. E di çka kanë bërë. Kanë shar Viselon më shumë kur e bë. Mirja ka bërë pip. Nuk më kanë shar mua. Po jo se ka nga ata që e kanë dashur në Big Brother, edhe pse e imitone, pse bën kështu, pse bën ashtu, jo. Jo, nuk kam patur komente të tilla. Sa nuk dua t'i thaj mund tani komentet që më kanë bërë njerëzit se duket sikur po lëvdoj vetëm, por nuk ka patur të tilla. Shikon, a ishte një kuriozitet në publikut portokallis. Ju i propozoni vetë dua të imitoj apo ka një audicion apo ju thonë drejtuesi do bësh ti do ri më mirë tek Laerti ti Eugene. Shkove vetë Viserlo apo ta propozuan? Viserlo sa u fut gjithë trupa e sa ka dal Eugene. Sa i Viserlo? Opa, kapi Eugene. Dhe jo vetëm kolegët atje, po edhe në TikTok kishin qarkulluar ca me personazhin që bëja me Besin unë atëherë, se thash edhe një tjetër, se po. Se po thoshin që ngjashmëria domethënë. Nga ato vajzat. Po, nga ato vajzat e thoshin shko si mos e bën ky atë në fillim. Ma vajzat, për të. Po. Edhe ashtu ndodhi, po flasim të gjithë me njëri tjetrin. Thotë edhe Sala për shembull këtë duhet ta bësh ti, ose i them unë Ermirit, shikoj ti këtë. Pastaj regjizori është ai që vendos në fund. E kuptoj. Se ka personazhe që të përshtaten dhe nga ana fizike. Ja, pra ti bëje shumë mirë 4-5. Amberi tash nuk të përshtatet Ermiri. Jo. Laerti ishte personazhi. Na ka bërë për të qeshur më shumë në prova se sa. Po, unë se në prova i kam. Ishte. Më tha dhe Amberi ke festa. Po ky s'do në fest ky. Burr plak në fest akoma. Po ti si u përgjigje? I thash, ti ke dorën e madhe me ty s'bëjmë dot seks. Sala. Po, unë ka shkruar Sano te pjesa kur ju kthye orkestrës një herë. Aty kam qesh me lot se kishim një skenë që e kishim skenuar si lulkuqet mbi mure. Po. Dhe gjithë ne do afroheshim atje, do thoshim gjesti. Mirë po, duhej kolona zanore nga orkestra në kokë, orkestra po e kapte. Salsano. Orkestra! Lulkuqet mbi mure. Po në smanë utune, s'po dinte muzika ta. Kaplicite, pas pak do të flasim për gjestin në Portokalli. Gjestin Portokalli. Është të javë. Ja, shkojmë publicitet prit. Për gjithë ata që po na ndjekin këto momente, jemi Eugene edhe me Ermirin, aktorët e Portokallis, që nuk kanë shumë që kanë ardhur, por nuk e di pse duket se nuk ka kohë që jeni. Jemi ambituar shumë shpejt. Ne me ju po një, po dhe ju me ne besoj. Sa kohë keni në Portokalli, Eugene? Unë jam në sezonin e dytë tani. Unë sezonin e parë. Në të pari fare më. Të pari fare me fare. Sa po ti? Unë në sezonin Jo, unë në tetor të 142 të 2025 mbush 18 vjet në Portokalli. 18 vjet. Po. Dhe kam 16 vjet moderator. Çuna keni qef ju të bëni një ditë moderator? Sa di sa i shkon formati. Nëse Salsano del në pension, keni dëshirë t'ia zini vendin? Unë kam provuar, domethënë kam moderuar një emision për fëmijë rreth 4 vjet. Po s'është njëjta gjë. Është diçka që absolutisht nuk është e njëjta gjë. Por që fushën moderimit e kam qef. Okej. Kurse unë dua të vë parukën. Edhe pëlqesh. Bëjërat e tua. Tani është një gjë interesante këtë javë, nuk di ç'do bëhet, biletat janë sold out, domethënë janë. Dhe që kur dolën fotot e para që është i ftuar Gjesti në Portokalli, është i ftuar Danja dhe Beskallaku. Kemi 3 të ftuar shumë të mirë. Këtë javë që do jenë në 3 numra të ndryshëm.
Po kam një pyetje për ty Eugene. Mos vuaj. Besi, si u ndje që e ftuam në Portokalli? Unë ndje shumë mirë, po kur I thash edhe unë që edhe trupës I qeshi buza kur propozova emrin tënd, normal që unë ndje edhe akoma më mirë. Edhe mezi po pret edhe ai të vi. Po na qesh buzën e parë. Jo qesh, po e pash vajt realisht. Kemi shkruar një material shumë të bukur, na daltë në publik tani. Keni të dy bashkë, pra ti dhe Besi apo? Ta themi? Thuaj. Unë Besi dhe Keidi, po mirë, më që s'ka dal. Domethënë skifteri vjen tek gjyshja dhe ke Tysoni. Është një situatë shumë interesante. Ku do shijojmë Besin pas pak kaq kohësh në Portokalli me skifterin? Po ti mirë kë ke ftuar? Lërë Vasili do vi. Po kemi dhe Danjen, kemi dhe është shumë e bukur. Për të mos u humbur nesër, lum ata që do jenë në skenën e Portokallit si thuhet në studion e Portokallis për ta parë nga afër. Në studion. Teatri Portokalli. Teatri Top Channel. Teatri Top Channel edhe të dielën pastaj në Portokallin. Pastaj të dielën në orën 21 për të mos u humbur kjo shfaqje që do të jetë fantastike. Ermiri është një talent I vërtet në imitime, sepse imitimi është talent. Ne kemi pasur goxha talenta në Portokalli që imitojnë. Një ndër to po është shtuar dhe Ermiri. Tash e kemi imituar gjithmonë këta që deri tani. Kështu që do të më thuash çfarë mund të imitosh një gjë tjetër, për shembull, kam marrë vesh që ti imiton Arlin Qorrin. Po? Mundesh? Një sekond. Do ta bëjmë bashkëbisedë. Ule bazën? Po. Atë kemi të ftuar kryetarin e partisë komuniste, si ka kjo, Lëvizja Bashk, po. Alind, pyetja e parë është, atë pëlqeu Big Brother një? Unë Salsano nuk shikoj pachavure, unë jam duke mbledhur taksa, duke mbledhur lek nga njerëzit që po shtin lek për mua në fushat dhe unë në momenti që do vinë fushat ti na marr skeqe një për pachavure Big Brother, kështu që na marr skeqe. Do t'ua u kryp kokën të gjithë milionerëve, miliarderëve dhe atyre që kanë 2 shtëpi. Ti ka marrë vesh që ti ke një shtëpi atje në Dërmi? Unë kam 3. Do të ta kryp kokën. Do të ta kryp kokën. Po çeke për mos u tuti nga mua. Uaj, mat, shumë lezetshme. Se mund ta thot ai për Big Brother-in ashtu, ëh? Mund të thotë. Jo, po e ka thënë për Big Brother tash këtë. Kjo ishte kështu. Ishte. Ai e tha vërtet se që do të kryp kokën njerëzve që kanë më shumë se një shtëpi. Vërtet? Po. Kështu që bëu gati të po ai nuk është të do vinë ndonjëherë, kështu që mbaj kokën me qese, se do ta krypi ai ti që ke 3 shtëpi, 4 shtëpi sa ke. Po mirë, tjetër ishte kush është tjetër më? Të shehen, thonë edhe të shehen. Nga këto figurat politike kam synu gjithmonë njerëzit politikanët që nuk kanë qenë shumë të imituar më parë, domethënë nga se tani Berishën e kemi Marinin, e kemi dhe Berishën kush e ka bërë imitoj dhe unë Berishën. Ti si bëj unë Berishën? Po jo. Berish Korça. Po provoj një sketch. Të gjitha ashtu. Nuk e kish. Gishtat ishin tamam mirë. Po për këta e kam studiuar. Mi si mund të flasësh shehaj për shembull për gjestin. Ai më ka lënë pa fushat sepse unë të shtunave doja të bëja fushat, por njerëzit që shikonin Big Brother ishin fiksuar me gjestin, e kupton? Edhe unë nuk dilja të shtunë të bëja fushat. Të fushat. Pasi prish punë. Po. Ke shumë lek zoti shej, më ka thënë. Me djersën e ballit. Me djersën e ballit. Po. Sigurisht me djersën e ballit. Po pa djersën e ballit. Mos provoko. Me teatrin si keni punë, i keni shkëputur lidhjet apo? Jo. Keni një plan teatrin e gjë apo? Edhe unë jam pjesë e trupës së teatrit Petro Marko në Vlorë. Atje. Po. Ti je aktori i Vlorës domethënë. Aktori i Vlorës. Prandaj pash në Kokofestën ty më. Një Korçës. Edhe një i Vlorës, një i Korçës. Një i Vlorës, një i Korçës. Po bëni një bashkëpunim, do bëni një bashkëpunim Vlorë dhe Korçë? Hajde I thuaj Zamkës, të shkojmë ke. Çaj inshallah, po çit do këta apo ik. Na kanë epën e Ja gocat, na ty ke vetë. Çfarë do thoshte Biserlo për ardhin e gjestit nesër në Portokalli? Ja ta marr një sekond se ja kam. Çfarë do thotë Merja? Ta marrin Po merre. Mirë po dhe. Merë njëherë. Edhe ti të ma thuash mua së shkeq. Merë me viva voce, merë me viva voce. Hajde.
Imagjino të mos më hap Viselle atë rast vetë. Ka ndru numër, e ke numrin e ri? Jo. Se ke? Po ku sikur më po shurmoj Viselle. Ta Se ka dhe mere ti me që jemi dhe pëjtë. Se më nisi tha atë numër. Ku ke qenë student, kishit ëndra si zakonisht student aktrimit janë ndihen pak O Viselle. Përshëndetje, jam Eugjini, po të flas nga numri Elona Durit. Duros, më fal. Kaq. Hektor Duri është aktori, Hektor Duri, ai gitaristi. Kishte një pyetje kjo për ty dhe më pyeti mua dhe unë i thash ta marrim ta pyesim. Tani mund të pyes. Ne duam të dim çfarë mendimi ke ti që Gjesi është nesër në Portokalli? Gjesi nesër në Portokalli? Po, zakonisht thirrqet dhe teatrot me palatro mbushen, kështu që. Thirrqet po, jo teatrot, Viselle. Vazhdon ti me inatin? Jo, nuk kam asnjë inat, po me që ju më adresuat mua këtë pyetje, një qëllim e kishit dhe ju, kështu që unë po ju jap çfarë kërkuat. Mirë bëre, shumë mirë bëre, po nuk fol edhe aq mirë. Po me ka mendimin e vet, ai pse do ti? Më thuaj këtë që duam ne të dëgjojmë, po ju atë që ai që the ti pak më parë është fituesi i këtij edicioni të Big Brother edhe kaq mjafton. Dakor, në rregull, po flisim për Portokallin, nuk po flisim për edicionin. Sepse ne kemi në studio Eugjinin që po mendonim që her pas here i themi dhe Viserlo edhe ç'mendim ke për Gjesin dhe ndërkohë të morëm ty në telefon. Kaq, kjo ishte gjithë lidhja. Fala, ishim live ne? Jemi live, po, live. Po mirë, shumë mirë, bravo. Bravo të qoftë, mirë. Jemi live. Sa u mërzite që fitoi. Se nuk më dëgjon muaj, apo më dëgjon? Jo, të dëgjoj. Po. Sa u mërzite që fitoi Gjesti? Nuk jam mërzitur fare, absolutisht. Për mua çdo fitore për aq kohë sa ka si bazament mbështetjen e publikut është më se e merituar, kështu që. Sa e mori vesh jemi live e drodhi. Çfarë meritonte tjetër Gjesti? Do ishim live se Elona gati sa s'më hëngri. Jo me zemër, jo. Je një djalë i mirë shumë edhe përqafojmë në studio. Unë jam gjithmonë shumë koherent në gjërat që them dhe mendimet që kam, kështu që arsyetimi për këtë pyetje që më bëri Salsano do jetë ka qenë dhe do vazhdoj të jetë gjithmonë kështu. Po Viselo, çfarë meriton tjetër Gjesi përveç fitores? Nuk e di, nuk ja njoh jetën as nuk ja njoh dëshirat që kanë jetë, kështu që çfarë do lloj gjëje që dëshiroj. Nuk më kuptove, ç'rëndsi ka. Po punoj fort, besoj ka për ta merituar çdo gjë. Viselo, faleminderit zemër, përshëndetje. Respekt, ciao. Faleminderit juve, bafshim. Mirë, ndërkohë se ky ishte nga të parë që reagoi mbas shpullës Jozit, prandaj tha që e meritonte, prandaj e ngacmova në atë pikë. Gjithsesi ai nuk e meritonte. Edhe ti e bëje vet, Eugjini them. Nuk do ta bëj pra, e lam që mos do ta bëjmë. Mirë, jemi gati në fund. Jemi në fund fare, ishte shumë të mirë. Po çfarë po merrte tortën tani po e çonte tortën. Çuna faleminderit shumë. Nëse mos u vononin prova. Jo, ja. Unë do vi pak me vonë se kam. Faleminderit shumë edhe 101 herë. Faleminderit shumë. Edhe shumë suksese të keni kudo dhe kur do herë. Edhe ju shumë faleminderit. Ma keni bërë këtë mbasditën shumë të bukur. Një përmbyllje të ditës ashtu siç nisi. Elona Zinxhirin. Të mbyllet ajo, thotë Zinxhirin do të mbyllë misionin është ide. Faleminderit shumë që na dëgjuat edhe sot me Salsanon, Elonën dhe ndryshe të martën që vjen në 29 prill. 29 prill. Natën. Po se 29 ti e di çfarë thuhet mbrapa. Natën e mirë.